Alba Story prezanton. Para 2 vitesh, mësova një histori që ndryshoi plotësisht mënyrën se si I shihja gjërat. Gjatë gjithë kohës sime, derisa u rrita, nënën time e vizitonte shpesh një shoqe e saj. Ato rrinin gjithë ditën bashk, pinin kafe çdo ditë edhe e thërrisnin njëra tjetrën motër. Unë isha mësuar ta thërrisja teze. E besoja me të vërtet që e kisha tamam teze, sepse kur isha fëmijë nuk bëja pyetje për këto gjëra. Por e vërteta që dëgjova para 2 vitesh ishte krejt ndryshe, e do habiteni edhe ju. Kur kishin qenë të reja dhe të pamartuara, nëna ime ishte në një lidhje me një djalë nga lagja tjetër. Ajo lidhje zgjati rreth 1 vit, derisa nëna zbuloi diçka që nuk shkonte. I dashuri I saj mbante njëkohësisht një lidhje tjetër, e atë lidhje kishte prej 3 vitesh me një vajzë tjetër. Por nëna ime nuk e la me aq, por shkoi dhe e gjeti atë të dashurën tjetër e I tregoi të gjithë të vërtetën. Pasi folën bashk, të dyja morën të njëjtin vendim, e u ndan nga ideali në të njëjtën ditë dhe nuk folën kur më te. Nga ajo ditë, ato të dyja u bën shumë shoqe të ngushta. Filluan të kalonin çdo ditë bashk, e kështu nisi zakoni që ta thërrisnin njëra tjetrën motër. Prandaj dhe në shtëpinë tonë, ajo kishte hyrje të lirë si të ishte pjesë e familjes. Unë sot jam 23 vjeç, kurse ajo gruaja, pra tezja ime e rreme, është 35 vjeçe. E pas asaj ndarje të vjetër, nëna ime u njoh me babain tim, u martua dhe krijoi familjen tonë. Por ajo gruaja mbeti pa u martuar për shumë vite. Rrinte gjithmonë vetëm, e kalonte kohën mes punëve dhe në shtëpinë tonë që vinte çdo ditë. Vitin e kaluar, ajo bëri një ndryshim të madh. U martua me një burr që ishte 52 vjeç. E kur vinte të rrinte tek ne, unë isha shpesh aty rrotull, në sallon ose në kuzhinë, dhe e dëgjoja teksa bisedonte me nënën time. Ajo nuk I mbante të fshehur nënës sime asgjë, e fliste shumë hapur për jetën e saj. Më mirë të kisha mbetur e pamartuar, I thoshte ajo nënës. Bëra gabim të madh që u martova. E mora këtë vendim sa për adet, sepse me kishin kaluar vitet dhe njerëzit kanë filluar të flisnin, por nuk ndihem mirë aty, I thoshte ajo nënës ime. Kjo zgjedhje e saj më dukej shumë e çuditshme. Ajo është një grua jashtëzakonisht e bukur. Ka fytyrën shumë të bukur dhe ka një trup shumë të mirë. Të them të vërtetën, nuk besoj se do të doja të kisha për vete një grua më të bukur se ajo. E kur mendoja që kishte marrë një burr aq të madh në moshë, nuk më bënte as pak logjik. Tani që unë isha I rritur, që e dija të vërtetën se mes nesh nuk ishte absolutisht asnjë lidhje familjare dhe që e dëgjoja vazhdimisht se ajo nuk shkonte mirë me burrin e saj, ndryshoi gjithçka tek unë, e nuk e shihja më si një teze. E fillova të mendoja
ndryshe për te dhe doja të gjeja një mënyrë për ta bërë për vete. Fillova të ngacmoja me fjalë kur rasti më lejonte. Kur nëna ikte për ca minuta e unë besja vetem me atë i flisja. Eja dalim bashkë ndonjë ditë, i thoja asaj. Ajo nuk ma kthente me inat, thjesht gjente justifikime. Një ditë tjetër kur koha ishte ngrohur, i thash: eja shkojmë bashkë në plazh këtë fundjavë, të pakten largohesh pak nga ajo shtëpi që nuk ndjehej rehat. E ajo me përgjigjej me shaka duke me thënë: po ku ishe ti sa isha e pamartuar, me thoshte, po tani të randërmen ty të me ftosh. Me thoshte ajo, dhe nuk pranonte asnjëherë. Por gjërat përsëri ndryshuan para pak kohësh. Në një ditë, nëna kishte pastruar shtëpinë gjithë mëngjezin. Ishte lodhur shumë dhe sapo kishte rënë të flinte në dhomën e saj. Unë isha vetëm aty në sallon. Në atë moment, dëgjoj derën që hapet, por siç duket ishte e mbyllur në çelës. E shkova që ta hapja. E pash që ishte ajo. Kishte ardhur për vizitën e saj të zakonshme. Sa po e pash, i vura gishtin tek buzët. Mos bëj zë, i thash, sepse do zgjosh nga gjumi. Ajo hyri brenda, e unë mbylla derën e jashtme, e i thash: rri prit e këtu derisa të më zgjohet nëna. Deri atëherë mund të rrim bashk. Dhe ja dhash një buzëqeshje. Eca para saj dhe u futëm në sallon. Edhe ajo fliste ashtu me përshpërima që të mos bën të zhurmë e të zgjonte nënën time. A ka shumë kohë që ra të flej, me pyete ajo. Jo, i thash, sa po zuri gjumi. Kjo tani nuk zgjohet edhe një 2 orë. Nëse do kemi kohë dhe të puthemi, i thash unë duke qeshur, por me të vërtet duke bërë shaka. Por edhe ajo qeshi. Nga që edhe ajo e muri me të qeshur dhe nuk ma kthej me të keq, provova që të vazhdoja këtë lojë që nisa. Unë e kam me gjithë mend, i thash asaj, s'jam duke bërë lojra. Ajo ndal dhe nuk po qeshte më, rrinte sikur në mendime. Mirë, tha ajo, mbylle derën e sallonit me çelës që mos të hyj kush. Shkova tek dera e sallonit, por aty më ra ndërmend që nuk kishim çelës për atë derë. Nuk kemi çelës për këtë derë, i thash. Ajo e pa derën, pastaj u kthyen nga unë. Po mirë pra, bëj diçka, me tha ajo. Vendose koltukun pas derës që të mos hyj kush pa pritur. S'doja të humbisja as një sekond. Shkova te koltuku i vetëm që kishim pranë murit. E shtyva mbi tapet, e vendosa pas derës së sallonit dhe e bllokova tërësisht derën nga brenda. Kur u ktheva, ajo po me priste, e ulur në divan. Shkova pranë saj, u ula në divan dhe ofrova fytyrën aq shumë sa që hunda ime preku hundën e saj, por kisha frikë të puthja. Ajo mu ofrua e mi puthi buzët, e pastaj u lëshova edhe unë në puthje. Pastaj me lodhatoj edhe ajo, e aty në atë salon filluam që edhe të, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.